Profesor Martin Berisha është ambasadori i Republikës Kosovës në Republikën e Kroacisë. Është patriot i Malësisë. Patrioti i Malësisë Albin Kurtit, 3 vjet më vonë nga ky deklarim i kryeministrit, e ka pranuar në intervistën e tij para Prokurorisë Speciale të Kosovës se ka marrë shuma të maj me parash nga kompania Geni Dega në Beograd. Vox Kosova ka siguruar deklarimin e Berishajt para prokurorisë të dhënë në vitin 2025. Aty Berisha e pranon se pagesat janë realizuar përmes Gen Beograd në bazë të autorizimeve të brendshme të këtij grupi. Të gjitha pagesat janë kryer përmes bankave dhe janë shoqëruar me kontrata dhe fatura përkatëse. Vox ka kuptuar nga prokuroria se kanë kërkuar informacione shtesë edhe nga autoritetet e Serbisë që kanë të bëjnë me të dhënat financiare të Berishajt në këtë shtet. Edhe prokuroria slovene pati njoftuar se është vendosur që çështja e Martin Berishajt t'u dorëzohet serbëve, me që pagesat vinin nga Beogradi. Slovenat kishin gjetur mjaftueshëm prova për dyshim të bazuar për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo besimit në veprimtari ekonomike, por dyshimi ishte për Borislav Antović, shtetas serb. Antović, si këshilltar financiar në Geni Beograd, ishte personi që kishte nënshkruar kontratat me Martin Berishajn për pagesat milionshë. Përkundër dyshimeve të slovenëve dhe kalimit të rastit në Serbi, Berishaj tentonte ta prezantojë krejt ndryshe rastin e tij para mediave në Kosovë. Edhe pse drejtësia e sheh me dyshim Berishajn, krerët e shtetit në Kosovë thoshin se ne I besojmë ambasadorit të Republikës së Kosovës, sepse është ambasadori I Republikës sonë. Berisha ishte paguar me shuma marramendse nga Geni serb për të dhënë këshilla lidhur me tregjet e energjisë në Ballkan. Sipas dokumenteve të publikuara nga Njësia e Inteligjencës Financiare në Kosovë, të dhënat në bankat e Kosovës dëshmojnë pagesa marramendse për Berishajn. Aty shihet se Berishaj pasi pranonte të hollat përmes bankës, I tërheqte ato në formë të keshit pas qarime për destinacionin final. Por, siç do të thoshte Donika Gërvalla më vonë, tema e Martin Berishajt është konsumuar